Përshëndetje, i nderuar, fillimisht falenderoj për zemërsisht që ndove kohë për neve. A mundesh me na u prezantua dhe me na fol pak për kohët e mëhershme, sa të vështira kanë qenë ato kohë dhe atë ka met merak na i sen për asaj kohe. Ju përshëndes edhe unë Zanusha Erza, edhe kam kënaqësinë më të madhe që të një intervistë kësoj, edhe i gjithmonë jeni të mirëseardhur në Zyrën Plus Kult, në të cilën unë familjarisht edhe shiqoj këtë televizionin e UDTV bashkë me shokët dhe kolegët e mi. A mundesh me na fol pak për kohët e mëhershme, sa të vështira kanë qenë ato koha dhe atë ka met merak diçka prej asaj kohe? Mi u thonë të vërtetën, prej asaj kohe ka disa gjana që më kanë met shumë merak, edhe që duhem i përcjell, mi po sa do pak koha e atëhershme ka qenë pak koha e vështirë. Nga se është punuar në bujqësi ma tepër, toka është prodhuar ma tepër, ka qitë prodhime ma tepër. Mandej edhe puna ka qenë pak ma e zorshme, ma zameshme sa i përket bujqësisë. Ndërsa në kohët e vjetra është një falënderim i madh që respekti të qytetarët, e sidomos të këtë rinjët, ka qenë shumë më i madh se sa sot që jemi. Domethënë, ka ndryshuar respekti prej asaj kohe. Pse mendon që sot respekti ka humbur? Çfarë mendimi ke ti? Mendimi im është që jo që ka humbur fare shumë, mirë po sa do pak prej anës tanë, në kohën e vjetra, une, sa që e marrë mend, ka qenë shumë më i madh prej kohës tashme. Pëzon konkretisht që i kum punu në arsim. Qaq prej respektit nxënësat nuk kanë mund me na dar para syve, para sy që kanë pas një respekt. Po pra, turpi ka qenë më i madh, respekti ka qenë shumë më i madh, ndërsa në kohën e sotit nuk pesho pak ka shumë më respekt. Pak më dobët, pak më ka. Nëse e krahasojmë leximin e asaj kohe me leximin sot, a mendon që në atë kohë ka qenë leximi më i madh se sot? Sa i përket çështjes së të lexuarit, në kohët e mëhershme shumë më i madh ka qenë të lexuarit edhe koncentrimi në arsim. Pse po them kështu? Sepse kudo ku kam shëtit, kudo që kam shkuar, sidomos në trevën tonë atje të Pojës, të gjitha bibliotekat të cilat janë gravitue, kemi pas biblioteka të posaçme, në shkollë kemi pas biblioteka, në shtëpinë e kulturës kemi pas biblioteka, edhe disa vende të tjera, gjë që bën me na treguar se të lexuarit ka qenë bukur nivelin e lartë, e cila për fat keq sot nuk është ajo. Edhe po vërtetohem se prap i vizitoj, ai mallim ka met për të lexuar në për biblioteka të ndryshme. Shkoj në për qytetet ndryshme, i shoh bibliotekat e zbrasta. Nuk ka lexues ashtu se që duhet. A ma herët, shkojshim me mirëshim, sidomos kur isha në studime, shkojsha e mirëshim atë kartonin që e kishim për inkuadrim aty në bibliotekën kombëtare se kudo që tjetër, për arsye se u zinshin vendet. U duke pak ma herët mund quhe për me zonë vendin e të lexuarit. Ndërsa sot janë të boshatisme. Ndërsa sot, për fat keq tashin që rrjetet sociale po e bojnë që sot rinia me u largu prej leximit? Sigurisht ato rrjetet sociale që i bëjnë nuk koncentrohen te libri. Gjatë që libri është burimi i dijes, parafërsisht me ju thonë të drejtën, sa ku mund me vrejtune këta të rinjt ma shumë, si me thonë ato lokalet e bifeve, të kafiqave, të natës, e që në kohë në për kafene, në përsent, fare pak koncentrohen te libri. E nëse folim për tradita, a mendon se sot janë harru pak traditat e asaj kohe? A mundesh më na fol pak për traditat si kanë qenë atë kohë dhe ndryshimin sot që është bu? Në atë kohë, traditat i kanë qenë më të shumta, edhe për fat të mirë i kemi përmbajt aty në traditave të cilat i kemi pas. Në trevën tonë, sidomos, atje ka dhe festa pagane. Festohet Shën Gjergji, festohet Shën Mitri, festohet Shën Kolli. Janë disa... Edhe sot festohet Shën Gjergji. Po pra, edhe sot. Po. Edhe sot, sidomos natë më shumit që jemi, edhe sot i festojmë ato, ndërsa të rinjt ka filluar me të kallëzohet vërtetën me humb ato tradita, gjë për fat keq, sepse neve odat na kanë marrë, traditat na kanë marrë, zakonet na kanë marrë, kështu që kemi ruajtur atë origjinalitetin e kombit tonë. A mendon që sot edhe po i qesin traditat sipas dëshirës vet? Domethënë janë harru pak atu edhe po i qesin sipas dëshirës vet, çush po kanë qef ata vet. Po, pikrisht.
Do me thonë, po du më ndalë pak tek festat. Në atë kohë, për shembull, festa e Bajramit është prit me shumë gëzim prej gjithëve, sidomos prej fëmijëve. Çfarë mendimi ki për sot që në festën e Bajramit shumica qytetarëve shfrytëzojnë që të shkojnë pushime dhe mbyllin dyert e shtëpive? Pikrisht ashtu është pra gjatë festave të Bajramit, po jo dhe vetëm festat çdo festë që po vjen. Zakonisht atrit planifikojnë jo me festu festën edhe tradita ndarën që i kemi, po ta zom shembull marrin një faragjenit udhtimi marrin. Shkojnë në Shqipëri, shkojnë në Durrës, shkojnë në Lezhë, do me thonë se shumë pak i vjen rëndësi traditave tona kombëtare, fetare që i kemi, tradicionale që i kemi. Për fat keq kjo nuk është mirë, sepse traditat tona, zakonat tona kemi nevojë, sidomos ju të rinjët, me ne i përcjell, që mos t'i hupim gjurmat tona, traditat tona, zakonat tona, mos t'i humbim. Me sa gëzim është prit Bajramin atë kohë, e mban mend pak ti si fëmijë festën e Bajramit. Si ka qenë atë kohë? Po si nuk e man mend Erza, unë e man mend për arsye kur ishte nata e Bajramit. Nuk na zin këtë gjumi të natën, prej gëzimit që nesër ato përgatitjet që kemi pas për Bajram, ato gjana të ushqimore. Imashim aty mend sepse ishin ato gjana të posaçme për festën e Bajramit, që të shkojmë në xhami mu fal për festën e Bajramit, që të takoni me shok e me shoqe, që të takomi me viset tonë familjare që kemi, viset familjare që kemi, që të takona anë mban vendit, traditës, vendlindjes ku e kemi, ishte një gëzim i madh. Edhe nuk harrohen ato gjana, tek ne nuk harrohen të vjetit, ndërsa pak a shumë thashte të mosha e rinis pak a shumë. E nëse folim për dasmat në atë kohë, si kanë qenë, a mendon se sot pak kanë deviju pak, nuk me thonë kanë deviju, po sot po i bojnë sipas qefit vetë, se në atë kohë për shembull ju ndo gratë një anë, burrat një anë, nuk janë leju, edhe në atë kohë për shembull fjala e matë më shumit ka qenë vule në atë shtëpi. Ndërsa sot kanë ndryshu, sot për shembull çifti i bën çështë kanë qenë vetë, nuk i pyesin prind hiç. Shumë e vërtetë është Zakjone që në kohët e mëhershme, darsmat që kanë qenë, pikrisht në trevën tonë kanë qenë me shumë shpenzime të mëdha. Për arsye se mirëshin, si me thonë, blemit të mëdha, tekstil, tesha, diminja. Kanë shit edhe kafsh për me bo dasmen edhe ju njim borgjë shumë të mbaja për me bo një dasën? Shumë e vërtet, ka pas raste. Unë personalisht e di që kemi pas raste që për shembull që ka punue tokën e Bukës. E ka shit atone për me martue djemt, se me shumë shpenzime. Ose e ka shit në gjon, e ka shit. Disha ka shit për me mund të me krye martesën, po. Mandej ato traditat e darsmës kanë qenë shumë gjatë. Për shumë, para se me fillu e darsma, një 10 dit ne kemi shkuet të ai që ka me bon të darsmori, që ka me bo darsëm, si para darke i kemi thonë, opo mbas darke, për me qëndruhe, edhe aty kena bon nëje, 10 dit para darsmës. Mandej ka 2-3 dit edhe darsma. Unë për shumë me vllaun tim personalisht, kemi pas 4 ditë darsmat, 2 ditë që kanë qenë mysafit edhe koshit, edhe 2 ditë të tjera mandej ato bijat e shtëpisë e farafisi që kanë atje. A kanë qenë caktuar ato ditë? A kanë qenë për shembull caktuar ditë të javës që u duhet me u martu, a ka pas çfarë do lloj ditës s'kon problem? Jo, ato ditët e javës janë kanë caktuar me dasmas. Po cilat janë punë ato ditë? Për shembull, që thash unë, te mahalla, të njerëzit e mahallës që i kine pas mahalla, ta kusherin ata, një 10 ditë ka fillue, mas darke. Mas i që haqim darke... Në shflitet që prit ajtës dirit hanen, ju në konë që ka fillu dasma, ju në konë ato që në me thonë qezi, nuses... Po, prit hanës... Djelen do këtë ka qenë... është marë nusja. është marë nusja. Ditën e djel, zakonisht është marë nusja. A deri të hanën ka mbaru ceremonia. Baret e na, në trevën tanë, me trevën e vrinit, se na jemi si rreth i lumës konsiderona. Ditën e hanë, si me thonë, kemi pas si obligim, mysafirve të cilët i kemi pas nga vrini, mi ju bon byrjona, nuk e di a di shfjallën, orizin, po, ju të me oriz, byrjona, edhe dhuratët që ne i kanë prunë, bakshishat që ne i kanë prunë, për shumë kanë prunë i dele, ose një dashe kanë prunë. E kemi pas tradit, a i shoki që ne ka prunë, a i miku që ne ka prunë, kryot e asaj dele, o ati dashit me vunë të pësinja të byrjonave, kështu që ditën e hanë,
u vinshin ato tepsinjat, gjithë ata të cilët kanë qenë të grishur, ata vinshin e prezentojnë në ushqimet e ditës hone. Po, tradit që edhe ajo koka që u duke me ditë tradit e kemi pas qysh me nda atone. Ai, si me thonë, i grishuri, i thirruri, që ka qenë, e ka pas një farë tradite qysh me mund me ndatë kokën e delës ose të dashit që është qanë. Ka qenë do traditat zakonet veçanta. E çfarë mendimi ki për sot, dasmat sot, që po buhen edhe ndarjet e mdhaja që po ndodhin sot. Në atë kohë shumë, në shtëmuj me thonë 5% prej 100% që ka ndodhë dikush me unda. Atëherë jeni martu me mësitni, rrallë ka ndodhë dikush që është martu me qef. Dhe me thonë, nështë edhe se ki pa heq bashkëshortën tone, s'ki dit as kush është. Edhe me që ato e ki që jetën. Ndërsa sot po gjejen vetë edhe po ndahen, po ka ndarje më të mëdhaja. Pikrisht, shumë e vërteta që po të shërë. Të theksoj njëre në atë kone teme, ku kam qenë si më shumë. Qikat, të cilët jemi fejue, unë personalisht edhe pse kum pas bashkëshortën, se tashme është ndjerë, shoqja ime. Faleminderit në ushlimet e juja, të fshatit e kum pas. 5 vjet deri sa kam qenë i fejuës, i thona në Rënas. Në Rënas, i thona 5 vjet, edhe pse e kum pas në fshat, së ne kum pa unë e shoqan. Sepse, ja, nuk e kum pa, si diqysh ka qenë si mare, si turp, si s'pëdish me thonë, deri kur e ke marë. Mandej, qka është edhe ma sigur, qka është edhe ma mirë, e ka marë, edhe ma është harrue çështja e çkunorizimit. Ndërsa sot, unë e kom një nëzansë temin i cili është ofiqar atje në Trevon tanë, nëzansë jem, po më tregon, prof tha jemi, tha, ma shumë çkunorizime kemi, se sa që kemi kunorizime. Shkon 1 vit, 2 vit, ku e di unë qka 3 vit, edhe si rutin dy qysh është bëha, nuk kanë, si me thonë, nuk e kanë atë turpin si na që i kemi pas, me qitë gruën, me qitë bashkëshortën, mas një martese, u kanë shumë katastrofe madhe ka qenë, ndërsa sot, i vun fëmija krejt pasojat e ndarja. Po, pra fëmija, më zakonisht fëmija pi vujnë ato, e cila është për fat keq, shumë një gjaj keqa, që nuk duhet mu përsërit të të rritë. Ndërum tash që jem penzion, a mund të shumë të rëgus qësh po e kalon kohën e lirë dhe a jetu e gëzu këtë penzion? Si me thonë, edhe pensioni e ka të hijeshin e vetë, e ka, por të thëmë të vërtetën që këtu që kemi qenë në punë, në arsim, unë kom punua plot 20 vjetë. 20 vjetë në arsim kom punua, edhe jo vetëm mu, po të gjithë kolektivitem, diqysh i ka ardhë pak si keq, kur kum dalë në pension, që pelqoj ma atë vend punës. Edhe më kanë prit në mënyrë madhështore, më kanë prit, me të cilën më kanë dhonë edhe lavdata, më kanë dhonë edhe mirënjohje të ndryshme. Kum pas mirënjohje prej drejtorit shkollës, e cili për fat mirë edhe këtu prezenton sot, kam pas mirënjohje nga departamenti i arsimit të komunës së Dragashit apo Sharrit, i thona ne. Kum pas mirënjohje nga departamenti i arsimit të komunës së Prizrenit. Kum pas mirënjohje prej sindikatës të Republikës Kosovës, me të cilin kanë graduar me një ordore dhe me mirënjohje të veçantë, si mësues i dashur, si mësues i urtë. Dhe me thonë, pas ke pas mirënjohje të vazhdueshme. Në arsim kum pas. Gjatë punës 20 qare. Pos arsimit, a merresh edhe me naj hobi? Pos arsimit i kam hobi si aktivitetet të lira, mas shumë ti adhuroj muzikën. Për instrumenteve, nga pak ju bie për dëshirën time, edhe ndoshta edhe të shoqënisë nga pak, që aty i bie çiftelis, i mshoj çiftelis, luaj me fyll, luaj edhe me mandolinë. Edhe për kënaqësinë tuaj, nëse keni dëshirë, pak një 1 minutë, 2 minuta, do t'i bie. Okej, dhe shumë qejf.
S'ka përse. Shumë faleminderit për teja. Pak edhe qiftelini, trashkëse. Kjo është traditë jona e paharrueshme. Tradita shqiptare, qiftelia, sharkia, fylli, e të tjera i kemi pak si traditë. Faleminderit shumë për teja. Faleminderit për ju, respekt. Tash edhe çaj drejtori i shkollës që e ka pasion fyllin me babgjyshin e vetë, me babën e vetë, edhe për kënaqësinë e tij do t'i bie pak fyllit. Faleminderit shumë, unë veç edhe një pyetje e kam për fund, prej cilin prej instrumenteve e kima për shefi, prej këtyre tri instrumenteve, cilat ti e bën ma për shefi? Është të thëmë të vërtetën, ma për qefi e bëj qifteli edhe fyllin, ndërsa mandolinën, instrumentin e mandolinës e kemi pas domosdoshme më mësue me nota për arsye se unë kam kryer shkollën normale. E kemi pas instrument shkollë normale, mandolinën. A mendon për mi alon trashëgimi dikuj, ose a kina e sharki që e ki shumë ma ka herë ose e ki dhurat për dikuj? Qiftelin edhe fyllin u a kam lanë trashëgimi fëmijëve. Fëmijëve, po se zoti... A i mëson pak për me... Po, ju më shaj. A janë të interesuar dhe pas për asysh që pak... Jo kum bon, si me thonë, ja kum shtu atë dashurin për muzik, edhe qikat i kom 4 jashtë, 8 kanë instrument muzikor që të lidh, i kanë po, edhe djalin që kom këtune, edhe ju luën pak me qifteli edhe me fyll luën pa. Po, ja u kum lënë tradit pak a shumë aty që kemi traditën tonë, aty që ta përcjellin ato kërë kanë hobin, kërë kanë kohën e li për mi përcjellin instrumentet muzikore. Traditat tona janë shumë të bukura dhe
është mirë mos me I harru asnjëherë. Mundohem mi bo më ato, mbasi që e kemi edhe etikën tonë, kemi pas edhe profesioni që mi ullë në traditave rinis, nxansave, gjeneratave reja, mi përsjellë të instrumente muzikore, mos mi harru do këtë të zakonit të tradita tona muzikore. Na shpresojmë shumë që mos me u harru këto tradita të vogla që I kemi dhe faleminderit shumë edhe një herë që ndove ku me neve dhe që nuk pritove heq për me I ra sharkis, fyllit edhe mandolines për neve. Faleminderit dhe ju ishte knësia ime. Shumë faleminderit. Respekt.